Njohja me problemet e komunës dhe sfidat e saj në punën e përditshme, ka qenë qëllimi i vizitës së sotme të ambasadorit të Shteteve të Bashkuarat Amerikës në Maqedoni, Paul Wallers, në komunën e Vrapçishtit. Unë mundohem të vizitoj të gjitha fshatrat, komunat dhe qytetet, të njihem me atë pjesë se si rrjedhin punët në nivel lokal, të njihem me problemet e tyre, sepse pjesa më e rëndësishme e demokracisë është në nivel lokal dhe te kryetarët, sepse ai është njeriu që ka qasje direkte me njerëzit, tha Wallers. Për kreun e komunës së Vrapçishtit, kjo ishte një vizitë shumë e mirë, nga se për herë të parë që nga formimi i komunës e njëjta pret në vizitë një ambasador të SBA-ve në vendin tonë. Ishim të informuar për një çështje të programit të USAID-it rreth projektit në bashkëpunim ndëretnik në për shkollat, i cili vijon në këtë muaj. Po ashtu hapëm edhe temat të tjera të ngecjeve në decentralizim, në procesin e decentralizimit, sfidat e komunave rurale, që ballafaqohemi me një formë të ngadalësuar të decentralizimit financiar në disa sfera. Ambasadori po ashtu ka ftuar komunën e Vrapçishtit që të aplikojë për programin për bashkëjetesë të ambasadës amerikane dhe USAID-it për të shfrytëzuar mjetet që ofrojnë këto dy institucione.